politik ose tepër veprime të vogla të cilat do të konsideroheshin të organizuara edhe sistemike. Unë nuk është që kam përcjell vetëm këtë qeveri, kam punu gazetare këto në Koha Ditore dhe Koha Vizion dikun për rreth 12 vjet, dhe ka shumë qeveri që gjatë punës profesionale e kam pas mundësinë i përcjell. Edhe pritjet për vetëvendosin edhe për koncentrimin edhe fokusin shumë atë madh në shëndetësi ka qenë edhe për shkak të ndoshta të prirjes ideologjike socialdemokrate, ku dihet që arsimi e shëndetësia aty përbëjnë ndoshta shtyllat ose bazamentet kryesore, fatkeqësisht nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Ajo çka unë e kam pa kështu edhe po e shoh në baza ditore është që të gjitha kritikat që vetëvendosje i ka dhënë për partitë të tjera çka kanë bërë në shëndetësi i ka përsërit si gabime. Do të thotë fatkeqësisht nuk ka mësu pe gabimeve të qeverive të kaluara. Tashti nëse dojmë banalizu edhe nëse pe një kondi tjetër mund të më thonë atëherë ka pas më shumë korrupsion ose tash ka më pak ose më shumë, varësisht çu shet dikush. Ne mund të flasim me vendime gjyqësore dhe edhe atëherë dhe tash mungojnë vendime gjyqësore. Pra edhe atëherë kur kemi folë për masë të madhe të korrupsionit, kemi folur s'du me qujtë perceptim, se unë nuk besoj që atë ko ka qenë perceptim, po besoj që më shumë ka qenë që korrupsioni jakave të bardha e që kur lidhet, sidomos me bizneset të mëdha edhe me industrit të mëdha, si që është industria farmaceutike, është vështirë të ndiqet edhe atëherë ka qenë. Se është vështirë të ndiqet, apo nuk ka atë shumë sektori, le të themi, para, sa që asnjë nga prokurorët nuk jam synë të hyjë në atë sektor? Mbas se shëndetësia nuk është sektori me më së shumti para në Kosovë. Por megjithatë, do të thotë një nga sektoret më të fuqishme në Kosovë, e po ashtu, fatkeqësisht më kaotiku, është sektori farmaceutik. Dhe unë besoj që kompani farmaceutike qysh kanë pas në të kaluar në lidhje të mira në krejt institucionet publike qeveritare, në nëmbrellën e qeverisë janë, kanë lidhje të mira edhe në hetuesi. Dhe unë kam pas vetë rast edhe kur kam punu në kohë në raportim, për shembull më me përmend një rast që ka qenë vetë inicimi kësaj qeverie, që kam raportuar për kohë gjatë, ka qenë do të thotë një kompani, një prodhues me letër, me email zyrtare, ka njoftuar Ministrinë e Shëndetësisë se Filian kompania, që ka qenë Farmalider dhe tash përmend emra se ka qenë rast publik, ka falsifikuar në rastin e insulinave, është denoncuar rastin në polici, a kemi dëgjuar ndonjëherë për pasisje, për arrestim, është fut në listë të zezë, pastaj ka fjalë që do të thotë produktet edhe biznesi tjetër veç ka fillu me figurat të reja në një biznes tjetër me qarkullu. Është tjetërsuar emri i biznesit tani? Nuk është tjetërsuar sepse ajo si kompani qëndron, por nga ajo që kam është thënë në SHSKUK, nuk dija është e konfirmuar sepse nuk e kam hulumtuar këtë pjesë, e ka ndërlidh me hapjen e bizneseve të reja në fushën e njëjtë në të njëjtën kohë për ta zëvendësuar periudhën kur ka pezullim. Por pezullimin e ka pas nga organi shqyrtues si prokurimi, çka ka bërë policia e krimeve ekonomike? Asgjë. Do të thotë aty ka qenë saktësisht e precizuar. Vetë prodhuesi ka thonë që ka falsifikim. Ma e qartë se kaq nuk ka. Dhe nuk ka akt akuz me një fjalë. Jo, as akt akuz, na nuk kemi pas pastisje, sepse unë kam prej që ka pas praktikat e tjera, kur del vetë Ministri Vitia edhe ishtë sekretari Zoti Bardi që kanë dalë në konferencë për media dhe ka pas betejë jashtëzakonisht madhe për insulina, kanë dalë, e kanë denoncuar rastin publikisht, dhe askush pe krimeve ekonomike ose pe prokurorisë nuk është marrë me atë rast. Nëse është marrë, unë po flas për periudhë, besoj diku rreth 3 vjeçare. Nëse ata në një rast kaq të zakonshëm, sepse është rast i zakonshëm kur ke konfirmim nga vetë kompania që i ka lëshuar produktet, nëse atyre ju duhen më shumë se 3 vjetë kohë, dhe çdo nga përvoja ime me hetuesin, sepse unë kam përcjellë edhe drejtësi, çdo zvarritje është gjithmonë në favor të vdekjes juridike, dhe këtu nuk po flas vetëm për parashkrimin, por edhe humbjen e interesit të publikut, që është faktor shumë i rëndësishëm në këto çështje. Andaj unë nuk besoj që sistemi i drejtësisë, nuk po them gjithë
prokurorit edhe gjithë policët se zuat bëj generalizimet të tilla, por fillimisht mendoj që kanë shumë probleme, jashtëzakonisht probleme me njohjen e sektorit. Prokurorët edhe policët nuk e kuptojnë. Dhe unë nuk po them në baza ditore, po në baza javore ose mujore diskutoj edhe me prokuror, sigurisht në mënyrë jo zyrtare, edhe me policë për rastet në shëndetësi dhe nduket që nuk ju bën sens shumë keqpërdorimi në shëndetësi. Sepse unë edhe në qeveritë e kaluara na kemi pas raste që kanë përfunduar në hetuesi dhe sot për mu nuk paraqet, sepse për një gazetar ose për një ullumtues në momentin kur nuk po e përdori këtë fjalën avokim, po kur ngrit çështjen në publik, gjithmonë të besu në të mirën e publikut, që krejt njerëz që kemi një farë hapësire, një farë zonë publik, do duhej me besu. Dhe unë besoj që ka shumë Kosovë që besojnë edhe në sektorin e shëndetësisë. Në momentin kur beson që është inicu një rast për shkak që e ke ngrit atë çështje, në të kaluarën ka qenë një farë lloj entuziazmi, sot fatkeqësisht mendimi im i parë është ky prokuror ose i emrat të policëve hetues a mund të kenë ndonjë lidhje. Dhe unë e kam thonë edhe, sepse nuk është mirë të citon vetë njeriu, po tash më përdori, e kam pas një qendrim publik ku mund edhe nga SHSKUK-ja, edhe nga Policia e Krimeve Ekonomike, për shembull, më kanë thonë që ka raport shumë të afërt të personave në menaxhmentin e SHSKUK-s me personat shumë në pozita të larta në menaxhmentin e krimeve ekonomike në Prishtinë. Këtë ma kanë thonë nga të dy institucionet dhe kanë thonë që edhe vendet ku muj me rastis në ta. Dhe nëse ekziston një farë raporti, se këto raporte janë kriju sigurisht në pasi të dy palët i kanë marrë pozitat menaxheriale. Nuk i linë ndonjë raporti me hershëm, unë besoj që aty ka zakonisht raporte interesi. A është pikrisht sektori që ka shumë, sektori farmaceutik është sektor është sektor me ndikim, me para, dhe përmes parave, edhe marketingut, edhe unë që ka edhe përdu me bo një autokritik, kështu ndoshta me shti vetën, jo në pjesën e ndikimit të kompanive farmaceutike, se sigurisht vjen shpreje, por unë besoj që duhet të ketë në media më shumë raportim. Shumë raportim për shëndetësi. Duhet të ketë më shumë gazetarë profilizuar, duhet të ndjeku në rast pas rasti, edhe fatkeqësisht mendoj që edhe në një pjesë të medjave, do të shëndetësia është e amnistume, jo shumë për shkak të politikanëve ose menaxherëve, sa pe përfituesve të kontratave publike, të cilët pastaj përmes marketingut e blejnë heshtjen e medjas. Unë besoj... Po qka edhe nëse raporton media si që do doje ti, si që do donim ne, por prokuroria hesht. Ka disa... I mbyll sytë, pavarësisht sepse tashti, pa modesti duhet thënë që koaditore për vitet të tëra ka raportuar në baza ditore për keq përdorimet në shëndetësi, dhe prokuroria mbyll sytë. A mund përmirësohet sektori kështu me heshtjen e drejtësisë? Po megjithatë ka pas lëvizje pozitive për shkak që presioni masiv e bën të vetën. Dhe ndonjëherë unë e përmendi shpeshherë një rast, unë e kam qenë në rastin Senta, një nga humbtuesit e para besoj, gazetare në kohë, edhe që e kam një farë ndjenje krenarie që kam qenë autore e një serie të gjatë të teksteve. Akt akuza ishte ngritur me 10 mjek, përfshirë edhe zyrtar të lartë publik, ish ministër, ish sekretar, të gjithë janë shpallë të papajshëm, ishin pjesë e akt akuzës edhe drejtar të spitaleve private, por a dini çka ka ndryshu? Ka ndryshu sepse në të kaluare nuk janë bo stentat në QKUK, o gjdash me ngrit një akt akuzë, e cila fatkeqësisht, jo fatkeqësisht, ata në fund të ka vendosë drejtësia, por ka dështu, dhe vetëm një proces hetimor që ka kulmu me një proces gjyqësor, e ka bo që sistemi publik me funksionu. Pra e ka një lloj impakti, unë besoj që një farë revolte... Shpërfaqja ty krejt ma ajrjeti se si funksionante, se si pacienti dërgohej të spitalet private, ajo afere shpërfaqi krejt le të thuash. Mimoza, çka është e rëndësishme me folë për shëndetësi, edhe zërat publik, edhe gazetarët, edhe shoqëria civile, sidomos shoqëria civile, kur është dasht me nisë realizimin e këtij projekti. Pra, ka kalu pilot projekti dhe tashme do duhej që kjo të ishte e kryer, por nuk kanë arrit me
bën një gjatë të tillë. Kështu që unë besoj që është shumë premtim i mirë, sepse mjekësia familjare duhet me pas barën. Duhet mja hek barën sistemit sekundare dhe terciar, sepse ndonjëherë edhe kualitetin e sekundare dhe terciar vjen pikrisht për shkak që ngarkesës që e shkakton primari, por nuk jam e sigurt që mund ta arrijnë shumë shpejt. Përveç kryeministrit edhe ministri Vitia, që në start të punës, pra po kthehemi tek 2021, ndër të tjera kishte premtuar se do bëhet departizimi i shëndetësisë. Do hiqen ndikimet politike qoftë nga konkurset kur rekrutohet dhe pranohet staf. Shumë premtim interesant. Ky ka qenë një nga premtimet. Sa është arritur që vërtet të departizohet shëndetësia, të mos ketë ndikime politike në konkurse dhe të lejohet monitorimi i tyre qoftë nga gazetarët, shoqëria civile, njerëz që kanë interes për mbarvajtjen e sektorit? Në radhë të parë, dije që edhe qeveritë e kaluara i kanë mbush pozitat, jo domosdoshmërisht gjithmonë me njerëz partijak, as kjo jo domosdoshmërisht, shumë herë me njerëz partijak, po ndonjëherë edhe me njerëz të përshtatshëm që jo domosdoshmërisht i plotësojnë më së miri kriteret. Tu fillun nga, unë mendoj, edhe për këtë jam e bindur, edhe me kënaqësi pres pati, drejtori i SHS-kukës është drejtori i SHS-kukës sepse është mik i zotit Vitia. Është kaq e thjeshtë. Drejtori i SHS-kukës, zoti Elvir Azizi, është drejtori i SHS-kukës, është mik i zotit Vitia. Nuk ka aty ndonjë dhe këtë din të gjithë njerëz të dinë. Kush ka qenë zoti... Mik, shok? Po, shok. Sepse mik përdoret edhe për lidhjet familjare, edhe mik se përket shoqërisë. Jo, mendova kështu në raportin. Mirë, kanë shoqëri, kanë miqësi. Janë njohur më parë. Do të thotë, kush ka qenë zoti Azizi, nuk po du as më hi me analizu kompetencën e tij, kompetencën menaxheriale tash mundëm, sepse i ka edhe vetëm edhe 2 javë afat, me gjaz do ja vazhdojnë për shkak të performancës super pozitive, po a kemi njoft në sistemin publik, se kemi njoft. Dhe nëse është ka rastis që të jetë më i miri në konkurs shoku i ministrit, atër sigurisht që na i kemi ngrit vetë vendosja, i ka ngrit vetë këto pikpyetje në qeveritë e kaluara. Pse nuk duhet na të ngrisim këto pikpyetje në raport me zotin Vitia ose me vetë vendosjen? Duhet të ngrisim edhe patjetër, pastaj për drejtorat të klinikave ose të spitaleve janë ish deputet të vetë vendosjes që janë bërë drejtora. Sigurisht që qeveria Kurti e përdorë si argument se ka edhe të PDK-s dhe të LDK-s që u ka vazhdu. Por ka edhe diçka që ata njerëz janë shkëputur pak nga partitë e tyre për të përshtatur edhe për të vazhduar mandatin dhe në secilin nuk po them që është gabim për të shkëputur, ato janë vendime krejt individuale dhe ata i dinë si kanë kalkuluar, por megjithatë nuk janë figura të njohura të partive të tjera që mbajnë flamuj të partive të tjera edhe që i prin ndonjë kritike thelbësore në shëndetësi. Përkundrazi, e mbrojnë institucionin edhe kur institucioni s'ka drejt. Pastaj një prej çështjeve më problematike SHS-kukëja që ka vitet të fundit, ma problematike janë pikërisht konkurset. Konkurset në SHS-kukë janë, sidomos sepse unë kur nuk dua ta diskutoj këtë pjesën profesionale, po ma shumë pjesën e administratës. Ku janë problemet të menaxhimi i konkurseve, të ndikimet sërish? Ndikimet në konkurs, të ndikimet nga njerëz të grupet e interesit, edhe njerëz politikës, edhe njerëz me lidhje familjare, dhe për këtë unë kam informata shumë të sigurta, për këtë ka hetim aktiv. Prokuroria është të i hetu të gjitha konkurset e 3 viteve të fundit në SHS-kukë. Nuk e di si do të përfundojnë këto hetime, por prokuroria i ka marrë të gjitha dosjet, dhe këtë e kam biseduar me njerëz që janë në një mënyrë në proces hetimor, të gjitha dosjet e 3 viteve të fundit. Një nga pikat kryesore të qeverisë të vetëvendosjes edhe që unë jam pajtu edhe pajtona edhe sa 100% për të, është fuqizimi i spitaleve rajonale, sepse QKK-ja nuk duhet të ketë ngarkesë për diçka që mund të kryhet në Pej ose në ndonjë komunë tjetër, çka ka ndodhur me zotin Azizi prej ardhjes së drejtorit, i cili i ka edhe 2 javë kontrat.
ka ndodhë që një pjesë e madhe e transferve, ka klinika para disa javësh dikush më tha dermen që 4 veta janë transferuar nga spitalet rajonale në QKK. Nuk duhet të humbë kualitetin në spitalet rajonale, ato duhet fuqizohen, sepse kjo është politik e zotit Vitia, kjo ka qenë politika, ai kështu e ka prezentu, ai ka 2 raporte, 2 studime të ndryshme ndërkombëtare që thojnë pikërisht këtë, fuqizimin e spitaleve rajonale, ka ndodhur komplet e kundërta. Ideja ka qenë që spitalet rajonale madje me u specializu, me u decentralizu, ka ndodhur komplet e kundërta. Prona nuk mund të flasim për mirë menaxhim në shëndetësi.